Sërish drejtohen derivatet e naftës. Për 7 ditë, dizeli u rrit 21 denar. Nga mesnata, 1 litër kushton 92 denar. Një vit nga tragedia në Koçan, 63 karrike me 63 trëndafila të bardhë për kujtim të viktimave. Kryetari i Parlamentit Aprim Gashi përgjigjet kreut të gjykatës kushtetuese, se cili të shoh oborrin e vet. Qytetarët nisën përgatitjet për Bajram, shtohet kërkesa për baklava dhe ëmbëlsira të tjera. Përshëndetje nderuar shikues dhe mirë se takohemi në lajmet orës 15:55. Tregu i karburantëve po përjeton troditje pas përshkallëzimit të luftës ndërmjet Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit kundër Iranit. Në Maqedoninë e Veriut, Komisioni Rregullator për Energjetik ka vendosur që nga nesër të shtrejtohen përsëri çmimet e derivateve të naftës. Për 7 ditë, çmimi i dizelit është rritur për 21 denar dhe nga mesnata 1 litër dizel do të shitet për 92 denar. Pas përshkallëzimit të luftës ndërmjet Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit të kundër Iranit, tregu i karburantëve po përjeton shok. Madje pasojet e ndjen edhe në shtetet më mijëra kilometra larg, ku nga kjo valë shtretimeve të çmimeve të karburantëve të naftës nuk shpoton as mashënia Veriut. Komisioni Rregullator për Energjetik ka vendosur që nga nesër të shtrejtohen përsëri çmimet e derivateve të naftës, sipas vendimit Eurosuper BS95 dhe Eurosuper BS98 dhe vaj ekstra i lehtë për anvisëri shtrejtohen për 7 denar, ndërsa dizeli për 6.50 denar, pra 1 litër Eurosuper BS95 do të kushtoj 86.50 denar, ndërsa 1 litër Eurosuper BS98 do të kushtoj 88.50 denar. Ndërkaq, 1 litër dizel në bazë të vendimit të ri do të shitet për 92 denar për litër, me çka vetëm që nga fillimi i luftës, çmimi i dizelit është rritur për 21 denar, kurse vaj ekstra i lehtë për anvisëri do të kushtoj 89.50 denar. Me rritjen e çmimeve të karburantëve të naftës, është praktikisht që të njëjtën ritëm ta ndjekin edhe të gjitha produktet tjera, me çka xhepi i qytetarëve rëndohet të gjithnjë e më shumë. Ndërkohë, kryeministri ka premtuar angazhim serioz për të mos lejuar shtrejtimin pa kriter të çmimeve të produkteve elementare të jetesës. Gjatë fundjavës së kaluar, policia ka shqiptuar gjithsej 1198 gjoba, ka arrestuar 42 shoferë dhe ka konfiskuar 13 automjete. Pjesa më e madhe e gjobave ka të bëjë me tejkalimin e shpejtësisë së lejuar. Ndonëse projekti Safe City është aktiv në disa qytete të vendit, policia përsëri nuk dorëzohet. Vetëm gjatë kësaj fundjavë së kaluar, policia ka shqiptuar gjithsej 1198 gjoba, 42 shoferë të arrestuar dhe 13 automjete të konfiskuara. Si rezultati kontrolleve të rregullta të trafikut të realizuar nga zyrtarët policorë të gjitha sektorëve për punë të brendshme në mbar vendin, nga gjithsej 1198 urdhërparkesa të shqiptuara, 465 shkelje kanë të bëjnë me shoferë që nuk kanë respektuar shpejtësinë e lejuar të lëvizjes. Nga Ministria e Punëve të Brendshme njoftojnë se 42 persona janë privuar nga liria për drejtim të pakujdesshëm të automjetit, për të cilëve 8 për vozitje në ndikimin e alkoolit, 20 për drejtim pa patën shofer dhe 1 për shkak të ndalimit të mëparshëm për të drejtuar automjetin. Në të njëjtën periudhë janë konfiskuar 13 automjete, sipas nendin 300B të kodit penal. Sipas të dhënave statistikore nga aktivitetet policore, gjatë fundjavës janë evidentuar edhe 173 shkelje për parkim të parregullt, si dhe 40 sanksione për vozitje në ndikimin e alkoolit. Në përputhje me ligjin për sigurinë e komunikacionin rrugor, janë sankcionuar 59 drejtues motocikletash për mosmbajtje të helmetës mbrojtëse, si dhe 31 këmbësor, po ashtu janë sankcionuar 112 pjesëmarrës në komunikacion për mosvendosje të rripit të sigurisë.
Ata gjithashtu sharojnë se sipas ligjit për automjete, 20 automjete janë larguar nga qarkullimi për shkak se ishin të paregjistruara, ndërsa 4 për shkak të parregullsive teknike. Nga MPB theksojnë se kontrollet në trafik do të vazhdojnë edhe në ditën e vijim, ndaj apelojnë të gjithë pjesëmarrësit në komunikacion që të respektojnë rregullat dhe dispozitat e trafikut. Mes lotëve, dhimbjes dhe heshtjes, familjarët dhe i gjithë Koçani kanë përkujtuar të rinjt që humbën jetën në diskotekën Puls në Koçan. Në përvjetorin e parë të tragjedisë së Koçanit u vendosën 63 karrige të bardha me trëndafila të bardhë në qendër të qytetit. Familjet ende presin drejtësi. Një datë që duhet të mbete një numër i zakonshëm në kalendar sot është ndëruar në përvjetor të një dite makabre. 10 të rinj dhe të reja më 15 mars e vitit 2025 kishin shkuar të argëtoheshin në koncertin e grupit DNK të organizuar në diskotekën Puls në Koçan, por pak pas mesnate në orët e para të datës 16 mars, mbrëmja mori tjetër kahje pasi shkëndija të mjeteve piroteknike shkaktuan zjarr vdekje prurës në lokal, ku humbën jetën 63 persona, ndërsa mbi 200 u lënduan. Komuna e Koçanit dhe prindërit e viktimave kanë përkujtuar sot ato duke vendosur 63 karike të bardha në qendër të qytetit. Në secilën prej 63 karikeve u vendos nga një trëndafil i bardh, gjithashtu u hap edhe një libër ngushëllimesh në kujtim të viktimave. Në kuadër të aktiviteteve për shënimin e këtij përvjetori u mbajt edhe një ceremoni përkujtimore për viktimat e zjarrit dhe para diskotekës Puls u mblodhen familjarët dhe qytetar. Në aktivitetin e organizuar për të përkujtuar viktimat u mbajt një heshtje 5 minutëshe. Një vit pas kësaj tragjedie, familjarët ende presin për drejtësi. Sipas hetimeve fillestare të prokurorisë, zjarri u shkaktua nga fishek zjarret, ndërsa objekti në fjalë ka funksionuar me licencë të reme dhe për vite me radhë ka operuar pa përmbushur standardet e nevojshme. Gjykimi për rastin e zjarrit tragjik filloi më 19 nëntor. Bëhet fjalë për lëndë me 37 të akuzuar, të cilët akuzohen për krime të rënda kundër sigurisë publike. Në mesin e të akuzuarve janë pronar të lokalit, menaxher, inspektor, ish ministra, ish kryetar komunash, roje sigurie dhe në punës civil. Procesi drejtohet nga gjyqtarja Diana Gruevska-Ilievska dhe prokuroria përfaqësohet nga një ekip i zgjeruar prej 15 prokurorësh publik. Të gjithë duhet të kenë kujdes për deklaratat që japin, sidomos nëse ato janë për çështje të brishta, për çështje etnike. Këtë mesazh e ka dhënë kryetari i Kuvendit Afrim Gashi, i cili ka komentuar deklaratat e kryetarit të gjykatës kushtetuese të dhënës së fundmi për qytetin e sigurt. Kryeparlamentari Afrim Gashi bën apel për kujdes në deklarata, sidomos kur bëhet fjalë për çështje etnike, referuar deklaratave të kryetarit të gjykatës kushtetuese të dhënës së fundmi për qytetin e sigurt. Unë nuk hyj në deklarata të dhëna nga bartës të institucioneve, por mendoj se të gjithë duhet të kemi kujdes për deklarata që japim, sidomos nëse ato janë për çështje të brishta, për çështje etnike, sepse janë shumë të ndjeshme. Po ashtu kryeparlamentari Gashi kur u pyet për deklaratën e Kostadinovskit, i cili ka thënë se Kuvendi nuk i kryen detyrat e saj ashtu siç duhet, Afrim Gashi u përgjigj se është mirë që secili të kujdeset për oborrin e vet. Secili bartës institucionit të kujdeset për institucionin e tij. Mundet të kujdesemi edhe për të tjerat, nëse kemi mundësi, secili le të sheh oborrin e vet, para se të sheh të huajin, sepse nëse secili do të kujdeseshim për tonin, do të ishim më ndryshe. Gjykata kushtetuese vazhdimisht është ankuar për punën e Kuvendit, për mos respektim të afateve kohore të caktuara nga kushtetuesja. Në një deklaratë të fundit, Kostadinovski ka thënë se kushtetuesja nuk do toleroj më, siç e quajti ai, injorimin e vendimeve të tyre. Ndërkohë, paraprakisht në mospranimin e iniciativave të deputetëve të Aleancës së Seles dhe Taravarit për qytetin e sigurt, Kostadinovski kishte thënë se SMS porosit për qytetarët duhet të jenë vetëm në gjuhën maqedone dhe angleze, jo edhe në gjuhën shqipe. Në ndryshimet se ka shkaktuar zjarr të qëllimshëm në pronën e GS, policia ka arrestuar 60 vjeçarin me iniciale DP nga fshati Algunj, komuna e Staron Nagoriçanit. I njëjti dyshohet se qëllimshëm ka djegur barë të thatë dhe mbeturina bujqësore në fshatin Qelopek, ku dogjen edhe disa pemë.
Nga MPB njoftojnë se zjarri u fik nga ekipi njësisë territoriale të zjarfikësve të Staron e Goriçanit dhe nuk pati person të lënduar. Sipas njoftimit të MPB-s, personi u dërgua në stacion policor dhe pas dokumentimit të plotë rastit kundër tij do të parashtrohet kallëzimi përshtatshëm. Ministria e Energjetikës, Minjerave dhe Lëndëve Minerale ka publikuar listën e qytetarëve që kanë përmbushur kushtet për të fituar vaucher për blerjen dhe instalimin e klimave inverter. Të drejtë për këtë mbështetje kanë familje që më së voni deri më 5 tetor 2025 kanë dorëzuar kërkesë, kanë paraqitur dokumentacion të plotë dhe kanë përmbushur kushtet e përcaktuara në programin për mbrojtjen e konsumatorëve të cënueshëm të energjisë. Lista e qytetarëve që kanë fituar të drejtën për mbështetje është publikuar në faqen zyrtare të Ministrisë. Nga 18 mars deri më 17 prill 2026, persona që ndodhen në listë mund të drejtohen në qendrat ndërkomunale për punë sociale në komunën ku jetojnë, ku duhet të tërheqin vaucherat. Afati për tërheqjen e vaucherit është 30 ditë nga dita e publikimit. Vaucheri mundson blerjen dhe instalimin e një kondicioneri inverter me fuqi 3.5 kW dhe me klasë energjetike së paku A+, ndërsa mund të përdoret më së voni deri më 15 tetor 2026. Qytetarët tashmë kanë filluar përgatitjet për ta pritur festën e Bajramit. Tregjet, dyqanet janë të frekuentuara, ndërsa në familje kanë nisur përgatitjet tradicionale, blerja e veshjeve të Bajramit, ushqime tradicionale si dhe përgatitja e ëmbëlsirave. Me afrimin e festës së Bajramit, qytetarët tashmë kanë filluar përgatitjet për ta pritur këtë festë të rëndësishme fetare në mënyrë sa më të përkryer. Tregjet dhe dyqanet janë më të frekuentuara, ndërsa në familje kanë filluar përgatitjet tradicionale, blerja e veshjeve të Bajramit, ushqimet tradicionale, si dhe përgatitja e ëmbëlsirave, ku padyshim për shumë familje festa e Bajramit nuk mund të imagjinohet pa ëmbëlsirat tradicionale, sidomos baklavan, e cila për shumë familje mbetet simboli kryesor i tryezës së Bajramit. Si çdo vit, Bajrami sjell atmosferë festive, bashkim familjar dhe solidaritet mes njerëzve. Po gati që të fillu me fëmijët, po. E kemi kalu gati se gjysën. Cili është ushqimi që më shumë preferohet në tryezën e juve për muajin e Bajramit? Zakonisht çdo sen është, çdo muaj, çdo ditë ndryshëm. Ka gjithçka, elhamdulillah, fjalë Zotit. Zakonisht sene tradicionale. Si për shembull baklava, kadaifi? Baklava, kadaifi, trileqe, pak edhe sheqerparja. Çfarë mesazhi keni për besimtarët musliman? Do Zoti gjithëve, Zoti ja mundson ta festojnë me të mira, me lumturi, bashkë familjarë dhe ato që si kemi, me lutje, me të mira, gjithçka. Shumë mirë kena kaluar. Po, e keni fillu përgatitjet për Bajram? Po, kena fillu. Po, parafrasisht si vjet, pak ma shtrejt. Këtë janë në rregull, këtë vendin e vetë. Po. Ëmbëlsirat, baklavat, që të lummat. Ju uroni festa? Urojmë pa festat gjithë muslimanëve kudo që gjenden në botë. Këtë gjithë mirat. Paqja është kryesore, ja. Këtë paqë në vazhdueshme, mos të ketë lufta sende. Vallaj, po, unë jam këtë gërbeqar, jam marrë të nana dhe të vllazit. Kështu vikendin 3-4 net, po, nesër të iki për Gjermani. A nuk e festoni Bajramin? Jo, nuk jam këtu, fatkeqësisht ja, si vetë ja. Okej, po thesha për fëmijë keni ble ose ha? Këna ble ato atje në Gjermani, po këtu, po edhe këtu i kam vllazit edhe këto. Po këtu si e festoni, cilat ushqime i bëni për festën, për tryezën e Bajramit? Po, si zakonisht tradicionel ushqimet tona shqiptare. Fillim nga gullashi, nga mishi dhe orizi, pula, po dhe ëmbëlsira gjithashtu si baklava, për shembull, si thënë na dhe tamël orizin në atje dhe baklavat, nuk mungojnë në tryezën shqiptare tonë muslimane. Nga kjo aspekt, po, dhe shumica e çokoladave dhe për fëmijët dhe gjithë ato përgatitje për Bajram Sipan. Ndërkaq, shitësit thonë se kërkesat për ëmbëlsirat tradicionale, sidomos për baklavan dhe kadaifin, rritet sa më shumë që afrohet festa. Përgatitje kena bon, do më thonë, me kadaif petat baklavës, elhamdulillah për Zotit. Ka edhe shitje, është herët pak, do më thonë, ka dhe një javë, do më thonë, se 3-4 disa shkon.
po kam ushit me Allahun parë. Po njëjtë janë, edhe baklava dhe kadaifi dhe më thonë njëjtë janë, edhe arrat janë të ushit, ama shumë kadaifi. A varehet dukshëm ushitja më e madhe gjatë viteve? Sa periudha se sa periudhave tjera? Bajrami për bajramit kanë dallim. Edhe çmimi pak kanë livri dhe më thonë janë pak më të larta, ama pet më me thonë elhamdulillah për Zotin. Ashtu hec mirë. Tash qytetarët janë çata, domethënë sa e dim sa është rroga. Çka më bëllë, ndaj e kena rrit pak çmimin. Ata në kohën, të shkome. Pavarësisht përgatitjeve dhe angazhimeve, për qytetarët më e rëndësishme janë mbetet atmosfera e festës dhe bashkimi me familjen dhe të afërmit. Bajrami vazhdon të ruaj traditat dhe vlerat e solidaritetit, duke sjell gëzim në çdo shtëpi. Me tryeza të mbushura dhe me baklavan që nuk mungon pothuajse në asnjë familje, qytetarët shprehen se këtë festë e presin me shumë gëzim dhe shpresë për ditë më të mira dhe të begata. 10 hafiz të rinj për çdo ditë lexojnë vargje Kurani në xhaminë e Dyqanxhikut në Shkup. Leximin e tyre ndjekin me përkushtim dhe xhamati i pranishëm në xhami, i cili në këtë mënyrë deri në fund të Ramazanit arrin të përfundojë një hatme të plotë të Kuranit. Leximi i vargjeve nga Kurani gjatë muajit të Ramazanit është një traditë që praktikohet në pothuajse çdo xhami të Shkupit dhe më gjerë. Megjithatë, kjo praktik merr një dimension të veçantë në xhaminë e lagjes së Dyqanxhikut, ku çdo ditë krijohet një atmosferë veçantë shpirtërore. Për çdo ditë 10 hafiz mlidhen në këtë xhami afërsisht një orë para faljes së namazit për të lexuar vargje nga Kurani. Leximin e tyre e ndjekin me përkushtim edhe xhamati i pranishëm në xhami, i cili në këtë mënyrë deri në fund të muajit të Ramazanit arrin të përfundojë një hatme të plotë të Kuranit. Në mesin e hafizëve që sot lexuan vargjen nga Kurani, ishte edhe hafizi 13 vjeçar Diar Ibrahimi, i cili hifzin e kishte kryer 3 vjet më parë dhe për 3 vjet me radhë lexon në këtë xhami. Imami i xhamis Abdul Kerim Ebibi, duke folur për televizionin Shenja, thekson se kjo praktik jo vetëm që forcon lidhjen e besimtarëve me Kur'anin, por edhe krijon një ndjenjë të veçantë bashkësie dhe përkushtimi gjatë muajit të shenjtë. Ne organizojmë këtë traditë profetike nga viti, kjo është hap xhamia, domethënë prej vitit 2007, kjo Ramazani i fundit e cila e përjetojmë është Ramazani i 20. Ne vazhdojmë me këtë traditë. Traditën e kemi filluar me 3 hafiza, pastaj është rrit numri me 7, me 8, edhe ka 12 vite që jemi 10 hafiza dhe e praktikojmë këtë praktikë. Ramazani njihet si muaji i Kuranit, por në Shkup ai është shndruar edhe në një periudhë të veçantë për të rinjt që përmbyllin rrugtimin e tyre të hifzit. Çdo vit gjatë këtij muaji të bekuar, shumë të rinj arrin të përfundojnë memorizimin e Kuranit, duke e bërë Ramazanin jo vetëm adhurim, por edhe një kohë krenarie dhe gëzimi për familjet dhe komunitetin. Sulmet në lindjen e mesme po vazhdojnë, ndërsa presidenti SBA-s Donald Trump ka sugjeruar që NATO duhet të përfshihet në ruajtjen e ngushticës së Hormuzit, por Britania dhe Gjermania nuk janë dakord. Ushtria izraelite tha se ka nisur një valë të gjerë sulmesh ajrore në mbar Iranin. Sulmet dhe tensionet në lindjen e mesme vijojnë të përshkallëzohen në ditën e 17 të konfliktit. Gjatë natës, disa sulme ajrore goditën periferinë jugore të Beirutit, ndërsa shpërthime u raportuan edhe në zonat të tjera të Libanit jugor, në kuadër të përplasjeve mes Izraelit dhe Hezbollahut. Ndërkohë tensionet kanë ndikuar edhe në trafikun ajror në rajon. Në këtë situatë, presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës po zhvillojnë bisedime me disa vende për patrullimin e ngushticës së Hormuzit, duke paralajmëruar se Washingtoni do të mbajë mend se cilat shtete zgjodhen të mos ndihmojnë në këtë përpjekje. Ndërkaq Kina ka reaguar pas deklaratës së fundit të presidentit amerikan Donald Trump, i cili paralajmëroi se mund të shtyjë një summit me liderin kinez Xi Jinping nëse Pekini nuk ndihmon në sigurimin e ngushticës së Hormuzit.
Ngushtica e Hormuzit është një pikë kyçe detare kritike midis Iranit në veri dhe Gadishullit, Musandan të Omanit në jug. Është një nga korridoret më të rëndësishme të transportit detar në botë për naftën dhe gazin. Irani e ka mbyllur në mënyrë efektive ngushticën që nga fillimi i marsit pas nisjes së sulmeve të përbashkëta nga Izraeli dhe SBA kundër vendit me 28 shkurt, të cilët deri më tani kanë vrarë rreth 1300 njerëz, përfshirë udhëhecin e atëhershëm suprem Ayatollah Ali Khamenei. Ndërprerjet në transportin detar përmes ngushticës kanë rritur çmimet globale të naftës dhe plehrave, duke ngritur shqetësime në lidhje me furnizimet me energji dhe kostot e ushqimit. Ministri i Jashtëm rus Sergej Lavrov ka deklaruar se Rusia është e gatshme të luajë një rol ndërmjetësues në krizën që ka kapur lindjen e mesme dhe luftën në Iran. Lavrov bëri deklaratat pas takimit të tij me kryeministrin dhe ministrin e punëve të jashtme dhe diasporës keniane, Musalia Mudavadi. Ne jemi të gatshëm, siç e ka deklaruar vazhdimisht presidenti Vladimir Putin, të luajmë rol ndërmjetësues në këtë proces politik nëse është e nevojshme. Ne besojmë se kemi aftësitë e nevojshme, ka thënë Lavrov. Duke u referuar zhvillimit të krizës, ministri rus u vuri në dukje se është e vështirë të parashikohet se si do të zhvillohet situata. Ministri i Jashtëm rus argumentoi se Irani po vepron në mbrojtje kundër sulmeve që merr. Irani po mbron veten dhe po i përgjigjet agresionit me sulme kundër infrastrukturës ushtarake të vendeve që sulmuan demokracinë, tha Lavrov, duke shtuar se shtetet në rajonin e Gjirit Persik janë gjithashtu të prekura nga tensioni. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka deklaruar se nuk ka mbajtur asnjëherë në një rol ndërhyrës në skenën politike të Kosovës, duke theksuar se respektimi i punëve të brendshme të saj ka qenë parimi i tij politik. Unë s'kam fare pozicion atje në Kosovë, unë s'kam dashur kurrë të ndërhyj në punët e tyre. Më është dukur qesharake kur kanë tentuar të ndërhyjnë këtu, ka thënë Edi Rama, duke shtuar se sipas tij, këto tentativa kanë pushtuar pasi, siç u shpreh ai, palët e morën mësimin. Rama foli edhe për mbështetjen financiare për ish-krerët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës që po përballen me proces gjyqësor në gjykatën speciale në Hag. Sipas tij, kjo çështje nuk është diskutuar drejt për drejt me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti, pasi ai kishte frikë se një gjë e tillë mund t'ia rëndonte pozicionin ndërkombëtar. Unë nuk e kam diskutuar këtë gjë fare nga afër me kryeministrin Albinin, por mendoj se ai ka pasur frikë të bëjë një gjë të tillë për të mos rënduar pozicionin e tyre, sepse pozicioni i tij në raport me BE-n dhe SBA-n nuk është një pozicion komod, u shpreh Rama. Shikues të nderuar, këtu është fundi lajmeve. Ju falenderoj që na ndoqët, mirupafshim.